Përshëndetje të nderuar miq, Kosova shkon sërish në zgjedhje të reja, të parakohshme, të cilat janë të disatat brenda një kohe mjaft të shkurtër, një krizë që vazhdon tashmë prej gati 2 vitesh, edhe fundi i së cilës nuk dihet. Tashmë ngërçi nuk është për qeverinë, por për presidencën, pasi në seancën e mbrëmjes së dieshme, pra në mesnatë nuk u zgjodh asnjë nga kandidatët, për shkak se nuk kishte quorum, ndërkohë që mëngjesin e sotëm Presidentja Vjosa Osmani në detyrë njoftoi shpërndarjen e parlamentit duke firmosur dekretin. Por çfarë ndodh tani e në vazhdim me faktin që lëvizja e vendosje ka dërguar në gjykatën kushtetuese një kërkesë për pezullimin e afateve, pra për zgjedhjen e presidentit dhe për interpretim. Të gjitha këto ne do të diskutojmë me profesorin, analistin Selatin Redkoseri. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Faleminderit ju. Profesor, për hir të së vërtetës, ashtu sikur edhe shikuesit që na kanë shikuar dhe dëgjuar, e kanë parë këtë gjë që ju 2-3 muaj përpara, pra pas zgjedhjeve të përgjithshme në dhjetor, e keni paralajmëruar në biseda që ne kemi zhvilluar her pas here deri tek ajo e dieshme që zhvillua, që do kemi zgjedhje të reja. Albin Kurti do ta çojë Kosovën sërish në zgjedhje të reja. Dhe në fakt kështu ndodhi, por për të cilin dhe Vjosa Osmani e etiketoi si njëri të papërgjeshëm dhe të rrezikshëm. Ju keni folur dhe për raportin e tyre, edhe për tradhtin nga ana e Kurtit, si njëri që nuk e mban fjalën, por konkretisht ku bazoheshin indicet tuaja që dolën në këtë përfundim që erdhën sot? Presidentja Dorimir sot rreth orës 9 që dolin me deklarimin, vendimin për të shpërndar kuvendin, por megjithatë bëri një gabim të madh që nuk i falet presidentes që mbrëm deshin brenda orëve, brenda 4-5 orëve të bëjnë ndryshime kushtetuese që shtetin nga kuvendin ta shndrojnë nga kuvendi parlamentar në një shtet presidencial, gjë që është e pamundur sepse një kërkesë e tillë në kuvend ka ekzistuar që 14 vite. Po ajo tha që ishte për presidentin jo pas kësaj, por tjetrin që do zgjidhej. Pra efekti pas 5 vitesh. Ishte kohë e largët ajo, 14 vite më herët dhe njëjtin në vendim të gjykatës kushtetuese, ata vetëm e morën copy-paste edhe e dërguan në Komisionin Parlamentar Legjislativ, që për fat aty e kemi një intelektual të shquar, një dietar shumë i mirë për Parim Gruda, i cili në mënyrë fantastike e arsyetoi se kjo është e pamundur, por megjithatë unë nuk e kuptova pozitën që në atë rast dëshironte ta përkrahte edhe ta kalonte një gjë të tillë. Sigurisht opozita ndoshta e bëri për të mos rënë në kurth që timbesta asaj që opozita nuk do dhe vajti pas karvanit. Opozita ishte kundër, por opozita donte që të kaloj. Domthonë të merret vendimit që të shkohet në zgjedhje presidenciale veçantë, edhe mos kemi zgjedhje të përgjithshme në Kosovë. Mirë, ajo që nuk u bë sepse dihet për vendime të tilla duhet i kemi 2/3 e kuvendit, por jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të minoritetit serb. Dhe kjo sigurisht do të ishte e pamundur të realizohet, por megjithatë u lojt një lojë e parapar e planifikuar nga zoti Kurti që nuk i doli ashtu si ai paramendoi. Dhe gjithashtu ata është e befasishme se si u futën në proces të zgjedhjes së kryetarit, edhe e filluan një mbledhje të cilën e gaboi opozita, sepse opozita duhej të shkonte, por megjithatë atë që se bëri opozita e bëri gabim pozita, edhe e filloi mbledhjen e ndërpreju për shkak quorumit. Njëjtën duhej ta bënte pozita të shkojnë në mbledhje të rinë një proces të votimit të parën dhe dytën, edhe tretën të alshojnë
tubimi dhe në këtë mënyrë kishim marrë të njëjti rezultat. Si duket, këshilltarët juridik të zotit Kurti edhe Albulena Haxhiu, e cila është një juriste jo mesatare, po nën mesatare shumë e dobët, edhe e bërën një gabim, edhe ja dhanë edhe një penalti zonjës presidente që ta bëj veprimin e duhur, sepse Neni 84 i Kushtetutës Republikës Kosovës nuk thot mund, po thot duhet. Dhe në momentin kur thot duhet të zgjedhet presidenti, mu këtu s'ki që ka e pyet gjykatën kushtetuese, ajo është ligjore, është obligative dhe nëse 30 afati 60 ditor, kush po luan me këtë afatin 60 ditor? Pse e fusin? Po luan zoti Kurti në mënyrë që ata kanë menduar që ta shtyjnë edhe pak derisa presidentet bëhet zonja Albulena Haxhiu ta merr mandatin, edhe donin që ta shtyjnë për 60 ditë, jo pse ti shtyjnë zgjedhjet e jashtëzakonshme 45 ditë, por krejt qëllimin e kanë pas që ti shkoj mandati në me 4 prill që e ka zonja presidente, dhe tani të vije radha te 6 mujorshi i kryetares kuvendit dhe të shkojnë zgjedhjet në muajin gusht, atëherë kur zotit Kurti i konvenojnë. Por tani presidentja ma në fund të reflektoj, ma në fund të bëri gjën e duhur dhe e shpërndohu kuvendit. Por çka presun tash? Tash pres që këtë nuk do ta pranoj Kurti. Nuk do ta pranoj dhe ai votoi dekretin e presidentit. Ai nuk do të shkoj tani në takimet me presidenten, edhe parti tjera do të shkojnë, kështu që presidentja pa partinë më të madhe e ka problem ta bëj caktimin e datës të zgjedhjeve, të cilat sigurisht brenda 30 vite do t'i caktoj presidentja. Sepse edhe në 45 ditë nuk është një afat i përshtatshëm, sepse është koha e pashkve katolik, edhe ka mundësi që tjetë ajo datë e përshtatshme përsëri për zotin Kurti, kur pushimet e fëmijëve të diasporës, edhe diaspora mund të vinë për 3-4 ditë, ta votojnë edhe njëherë Kurtin edhe të kthehen mbrapsht. Por ky kalkulim i zotit Kurti është i gabueshëm, sepse po shihet qartë se zonja presidente ka një përkraje të gjerë, edhe ajo nuk e bëri rastësisht kërkesën për të shkuar në zgjedhje presidenciale, sepse llogariste që ajo do të jetë një kandidate në zgjedhje presidenciale, edhe do ta ketë voten e qytetarëve. Dhe është shumë e mundur që të ndodhë ajo, por presidentja nuk dashke që ta bëjë një veprim të tillë, sepse me këtë u kuptua se ajo për bën diçka për nevojat personale, gjë që në opinionin shqiptar, kosovar nuk tingëllon bashkë e kojshme. U mundua ta sqaronte sot që bëhet fjalë jo për pasardhësin tani, por për tjetrin. U mundua ta sqaronte, por ajo vërtet nuk pin ujë dhe është e rrezikshme. Tani presim prej ditës sotme se gjykata kushtetuese jam i bindur që nuk do ta zbatoj masën e përkohshme, sepse nuk ka asnjë arsye gjykata kushtetuese të ndërhyjnë këtë rast që kërkoi dje zonja Albulena Haxhiu, masë të përkohshme nuk do të ketë. Ne do të shkojmë drejt zgjedhjeve të lira, vetëm dohen edhe konsultimet që unë besoj brenda ditëve të vikendit do të bëhen konsultimet në partit, edhe do të caktohet data e zgjedhjeve të parakohshme, që kërkojmë këtë rast nga opozita të jetë e unifikuar, sepse në këtë dhe deri tani vërtet ka qenë profesor te kjo pyetje e fundit që ju tani se parashikimi për situatën tani ju e bë 2 muaj para dhe ju doli. I vërtet, i sakt. Po tani në vazhdim si e parashikoni, si do luajë Vjosa Osmani, opozita, dhe çfarë parashikoni